Nëse data jote e lindjes dhe emri kombinojnë numrat 1 dhe 2 dhe ama sjelltas, atëherë kjo video është për ty. Numri 1 u jep të lindurve cilësi prej lideri dhe si rrjedhin, ata duhet i drejtojnë të tjerët dhe jo t'i drejtojnë si të barabartë. Për këtë arsye, këta persona shpesh mund të ndihen të vetmuar, duke mos pasur pranë vetes persona me të njëjtin status, pozicion social, po me të cilët të mund të ndajnë momentet e tyre të dobësisë. Për personat me numrin 2, është e rëndësishme që vendimet t'i marrin në bashkëpunim me partner, qoftë ky partner në jetën personale, në biznes apo në punë. Nisur nga kjo nevojë për të mbështetur edhe në mendimin e partnerit, mund të ndodhë që personat me numrin 2 shpesh herë të gjejnë partner të cilët nuk u përshtaten. Për personat me numrin 2, është shumë e rëndësishme që partneri apo partnerët që kanë të ndajnë me ta të njëjtat vlera dhe të kenë një vlerësim të madh kundrejt tyre. Ata duhet të shmangin partnerët të cilët mund të tentojnë t'i manipulojnë, t'i zhvlerësojnë apo të abuzojnë me mendimet dhe mirësinë e tyre. Personat me numrin 1 duhet me do e mos të kenë një egoizëm të shëndetshëm. Pra, në marrëdhënie me të tjerët, ata duhet të zgjedhin vetveten. Personat me numrin 2 duhet të shmangin altruizmin e tepruar kundrejt partnerit, sidomos në rastet kur partneri mund të abuzojë me mirësinë dhe altruizmin e këtij personi. Mendoni se këto cilësi të kombinuara ju pengojnë apo ju ndihmojnë në jetë?